Për shkak se rreziqet për ndërprerje në furnizim me naftë dhe derivatet e saj vazhdojnë të jenë të pranishme, Kuvendi në seancën e sotme plenare miratoi vendim për vazhdimin e gjendjes së krizës në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Ky vendim, i cili më parë u mbështet edhe nga Komisioni për Mbrojtje dhe Siguri, parashikon vazhdimin e gjendjes së krizës deri më 20 korrik të vitit 2026. Zbatimi i tij do të fillojë më 21 prill të vitit 2026, menjëherë pas publikimit në gazetën zyrtare. Me arsyetimin thuhet se kjo mazë vjen si pasojë e përkeqësimit të situatës ndërkombëtare të sigurisë dhe energjisë pas përshkallëzimit të konfliktit në lindjen e mesme, si dhe nga çrregullimet serioze në transportin e naftës së papërpunuar, veçanërisht përmes ngushticës së Hormuzit. Me qëllim zbutjen e efekteve të krizës, qeveria ka ndërmarrë disa masa për fshirë uljen e TVSH-s për energjentët, si dhe uljen e akcizeve për naftë dhe benzinë pa plumb. Këto hapa synojnë ruajtjen e standardit jetësor të qytetarëve dhe sigurimin e furnizimit të pandërprerë.